Në Shkup ka qëndruar sot ish-ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, i cili ka marrë pjesë në panelin me temën Kornizat gjeopolitike, diplomatike dhe juridike të bashkëpunimit rajonal në Ballkan. Çavuşoğlu, njëherë shef i delegacionit turk në Asamblen Parlamentare të NATO-s, theksoi se përfshirja e fuqive në rritje në sistem është e rëndësishme për rendin botëror, duke shtuar se megjithse Turqia është brenda organizatave perëndimore, ajo është zëdhënësja kryesore e jugut global. Ai po ashtu nënvizoi se nuk duan që Ballkani të bëhet një zonë rivaliteti dhe ndikimi, duke shtuar se stabiliteti dhe siguria e Ballkanit janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Turqinë dhe Europën. Gjatë fjalimit, Çavuşoğlu deklaroi gjithashtu se Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik ka qendër universitetet më të rëndësishme dhe prestigjioze në rajon që nga dita e themelimit, duke folur në panelin e moderuar nga koordinatori i Qendrës Kërkimeve Ballkanike, Flamur Ismaili, rektori i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, Lutfi Sunar, falenderoi pjesëmarrësit dhe tha se paneli do të jetë në cilësinë e një leksioni të zbatuar. Në panelin organizuar nga Qendra e Kërkimeve Ballkanike dhe Klinika Juridike në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, morën pjesë edhe ministri i çështjeve europiane i Maqedonisë Veriut, Orhan Murtezani, ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoj, profesor, përfaqësues të institucioneve turke në vend dhe student.